Përshëndetje miq të Sportcast. Mirë se vini në episodin e radhës ku sot do të diskutojmë për suksesin e Dritës, të shpallur tashmë kampion i ri i Kosovës në futboll dhe ne do të bisedojmë me të ftuarin tonë që sot është Valon Zymberi, drejtor sportiv i këtij klubi. Valon, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me orën Sportcast. Albert, faleminderit për mua, është kënaqësi edhe ju përgëzoj për emisionin shumë i qëllum. Faleminderit. Faleminderit shumë, vlerësojmë. E sa po shpallur Drita tashmë kampione e re e Kosovës në futboll, me pas një luftë bukur gjatë edhe me Ballkanin, edhe një Super League, po themi gjithë një më cilësore, sa është jut këtë titull dhe realisht a pritet me u bë. Sigurisht për me prit e kem prit, sepse që nga dita e parë kur kem filluar mbrojtjen e titullit kampion, kem besu te grupi, kem besu te puna që e kem bërë dhe kem besu te ajo se çka po kërkojmë. Po pa diskutim që e kem di që rruga do të jetë shumë e gjatë, ka njëherë thojnë që ma vështirë është me mbrojtë se sa me bo. Ne titullin e vitit kalum, një titullin para prak, kema arrit që ta fitojmë ndoshta shumë më herët, 5-6 më herët, edhe me një diferencë ko gjatë madhe të pikëve, sepse dëshira ka qenë e madhe, entuziazmi i madh, sepse po vinim nga një periudhë 3-4 vjeçare kur nuk arrishmi ta fitojmë titullin edhe ishim shumë më të përgatitur ndoshta. Por ky vit tjetër për ta mbrojtur, domethënë ka qenë një sfidë në vete sepse karshi ndeshjeve të Superligës edhe për me mbrojt titullin që dihet që është botëror është më e vështirë sepse çdo kundërshtar i cili qaset kundër te, lun kundër kampionit dhe motivin e ka shumë më të lartë dhe ty ta vështirëson punën. Atëherë ka qenë një rrugtim shumë i vështirë, shto këto edhe ndeshjet e Evropës edhe gjitha këto gjonat, infrastruktura e cila neve na përcjell në secilën qytet Kosovës. Ka bo ma të vështirë, por sigurisht në fund kur e arrin qëllimin me gjitha ato vështirësi, me gjitha ato probleme, ndoshta që dalin gjatë rrugës, menoj që shijon mjaft mirë edhe kur ti e konkretizon ato çka e ke pas, menoj që në fundit gjithë i lumturon, edhe tifozët, edhe familjet tona, edhe vetë neve që i kemi punu ndoshta 24 orë më prapaskena për me arrit këtë sukses. Në futboll zakonisht thonë pa u bë gjithçka zyrtare matematikisht nuk guxon kërkush as me u gëzu as kurrë, po kur realisht e pa Drita që titulli po shkon drejt josh. Apo të një pikë sezoni që u po kthej sa. Besoni që në fillim nuk është që dikush ka besu që na kena më bë kampion, sepse startin e kampionatit e kena pas gjatë vështirë. Ishmi të fokusuar te ndeshjet e Evropës, ishte fillimi vetëm i Superligës edhe ne ngjeshmi me ndeshje, humbshmi ndeshje sepse fokusi ishte te kretë ndeshjet e Evropës, pastaj lëndimet që na përcjellshin gjatë gjithë kohës, mënyra për të menaxhu lojtar për mos me i ngarku në dy ndeshje, rujtja e lojtarëve ndoshta në Superligë sepse ndeshjet më të rëndësishme ishin në Kupat e Evropës, edhe masanina nuk arrishmi rezultatet. Kundërshtarët ikshin me pikë edhe atëherë domethënë ishin shumë skeptik të gjithë që ne kemi me arrit me mbrojt titullin kampion. Por që ne kemi besu të puna jonë sepse e dishmi ku jemi, i dishmi saksisht gjenjen mrena grupit, potencialin që ne kishim, edhe kemi besu, nuk kemi dorëzu pavarësisht mënyrës së çka ecë në fillim. Nga fundi, masanina në sezonën e dytë kur neve që arritëm ta shkrim diferencën e ekipeve rivale dhe ju afru më afër krejë tabelës, masanina fillun të besojnë, por që këto ndeshjet e fundit, me thonë drejtën kur ne arritëm që ta krijojmë epërsin prej rivalit në 2 pikë plus, ma ndej 3 pikë plus, 5 pikë plus, atëherë veç fillun gjithë me na thonë që urime s'ka tish ja merr. Për ambientin e jashtëm, për opinionin e jashtëm, ndoshta ishte shumë e lehtë që do të kryhet, po ne asnjëherë nuk e kemi marrë me lehtësi, sidomos këto ndeshjet e fundit kur ne arritëm, kur e mbajmë atë diferencën e 5 pikëve, gjithë thonin që urime, ju s'keni marrë çka, e keni kry, por që ne e kemi marrë me shumë seriozitet sepse e kemi ditë që kemi të bëjmë me rival shumë të fortë, edhe e kemi ditë që çdo ekip futet për me i marrë 3 pikë, sepse edhe kur ke lujt me ekipet që janë poshtë tabelës, ato e kanë pas një qëllim, ndoshta ose një motiv shumë më të madh, sepse nganjëherë motivi është shumë më i madh për të mbetë në ligë sesa ndoshta për ta përsërit një sukses apo të shpallësh kampion. Kemi lujt me ekipe shumë të forta, domethënë që kanë qenë poshtë tabelës dhe nuk ka qenë lehtë. Kështu që nga opinioni jashtëm ndoshta këto 7 gjerot e fundit krejt kanë menuar që në rregull jeni kampion edhe nuk ka kush ja merr, po ne vetëm kur matematikisht jemi shpall kampion këtë javën e fundit, atëherë e kem besu një gjatë tillë dhe ja kem fillu pak me thonë të relaksohemi, sepse e dim që në futboll nuk ka hapësirë për me u relaksu, sepse kundërshtarin e ke aty afër dhe me një hap tondin negativ
mund veç kur ta pash veten që e humbet titullin. Na nuk është që nuk kem përvoja të tilla. 2-3 vite më përpara ne në 2-3 xhirat e fundit e kemi humb titullin, ka ndodhur që e kemi humb. Andaj nga këto përvojat e hidhura që i kem pas, ne nuk ja kemi dhënë vetit atë komoditet në mënyrë që na përsëritet një gjë e tillë dhe i kemi marrë masa dhe sot jemi shumë më të lirë. Valona i bën mirë Superligës që ky fakti që tashmë po shihet vetëm drita e Ballkanit, ndoshta si rivaliteti më i madh deri në fund duke pasur periudhën e keqe që po kalon Prishtina, ndoshta Llapi që s'po arrin me u stabilizu, apo është më mirë po themi kur ka një realitet më të madh, s'dihet titulli ndoshta brenda 3-4 skuadrave deri në fund. A është krijuar tashmë një ligë po themi vetëm brenda Ballkanit edhe dritës sa i përket titullit kampion? Nuk isha me thonë kështu, sepse Prishtina në sezonën e parë, domethënë ka qenë 9 pikë larg neve gjatë një fazës gjatë fillimin e ka pasur shumë të mirë. Ne ishmi me mendjet këtë tërkon edhe u kon deri në 9 pikë. Por që s'kisha me thonë sepse ka ekipe shumë të forta. Ajo ndoshta shka i përcjell ato ekipe apo që e bën dallimin ndoshta mes neve, Ballkanit dhe ekipeve tjera është konsistenca që ato kanë, ndoshta ajo përvoja e besimit në ato se çka krijojnë, që ndoshta kjo ju mungon, po kjo nuk fitohet asnjëherë me një investim ose me diçka, kjo fitohet me kalimin e kohës, kjo fitohet me kohë, me përvojë. Një gjë të tillë e kem fituar dhe e kem kriju, edhe ne nuk heqim dorë nga ajo, pavarësisht që ndoshta me një moment caktuar ti mund të kesh ramje, por na nuk lëkundemi nga qëndrimet e tona dhe nga besimi jon, për dallim që ndoshta ekipet e tjera i përcjell ky fenomen edhe mund me ngecë në fund dhe mundën me qenë ndoshta ne edhe Ballkani sikur ato ekipe që luftojmë deri në fund. Unë mendoj që me kalimin e kohës kualiteti i ekipeve tjera është, vetëm që ndoshta ju mungon diçka, e që me kalimin e kohës ndoshta edhe ato kanë me i përmisu ato gjona, edhe nuk kisha me thonë që kampionati zhvillohet ndoshta veç në mes dritës edhe Ballkanit, sepse ka ekipe jashtëzakonisht forta, edhe mendoj që liga me 10 ekipe e ka bëu mjaft konkurruese ligën, sepse gjithë secili ekip e ka një synim edhe e ka një qëllim që deri në fund duhet luftoj. Për shembull ne për kampion, 3-4 ekipe tjera janë që luftojnë deri në xhiron e fundit për me siguru kupat e Europës, e ka ekipe tjera që deri në fund luftojnë për mbijetesë. Në mesin e 10 skuadrave në Superligë, asnjë ekip nuk e ka komoditetin që deri në xhiron e fundit unë 10 xhiro pa kryer kampionat, jam në rregull edhe çka do që të ndodh. Është një ligë mjaft rivalizuese dhe mendoj që është jashtëzakonisht e qëlluar ky sistem i gon. Një pyetje rreth titullit, sot kur e shikoni, meqense veç është zyrtarizuar, çfarë mundesh me pa ndoshta 2-3 elemente që mendon që e kanë shtyr për të arritur deri te ky sukses, qoftë nga ana e trajnerit, qoftë në aspektin e organizimit si klub, që janë 2-3 pikat kryesore që mendon që Menoj që ka shumë faktorë dhe shumë pika kryesore që të çojnë drejt një arritjet një suksesit. E thash më herët, besimi që duhet ta kesh në ato që ti bën. Nuk muj unë me marr një lojtar dhe mos më besu, atë është totalisht e gabueshme. Ose nuk muj me marr një trajner dhe me thonë se më kanë thonë që është i mirë, pa unë nuk e di. Nëse ne nuk jemi të bindur për ato që e ofrojmë, atëherë para se mi anis, luhatja është veç hala pa fillu ki luhatjet e tua, edhe masanina gjatë rrugtimit që ti kim mund me pas ulje dhe ngritje, kjo mundet më të kushtu. Janë shumë faktorë, është besimi që u konë ndaj grupit cilin e kem pas, janë konsistenca jon, durimi jon, për sepse sukseset nuk arritëm në natës, nuk mundesh ti ndoshta në sezonën e parë, në sezonën vjeshtore me siguru titullin kampion, se e din që edhe ekipet tjera punojnë, edhe ekipet tjera përforcohen, dhe janë këto elemente, mentaliteti që trajneri ka fut tek ekipi, grumbullimi lojtarëve që kem kriju një grumbull të lojtarëve të cilët kanë mentalitet fitues, mentalitet kampioni, ka përvojë, edhe mendoj që edhe durimi ndoshta i pronarëve të klubit, të cilët shembull pavarësisht kanë herë luhatjeve që i kemi në rezultat, ata gjithmonë janë qetë sepse ne analizat edhe llogaritjet i bëjmë fonde jo gjatë rrugës. Nëse ne fillojmë me analizu gjatë rrugës edhe me bo kalkulimi gjatë rrugës, atëherë i bjen që në fakt është e vërtet Valon, sidomos trajnerat kur i përzgjedhni te drita shihet kështu edhe në opinion publik, te ne mediat sportive që e bënin një përzgjedhje kështu me qetësi, me delikatesë. Te Zekeriara më thonë çapo gjatë kësaj rruge, au dëshmoj besimin, au shpërbleu. Janë karakteristikat kryesore të tij. Te Zekeria Ramadani ka qenë, domethënë puna jon më e lehtë për me përzgjedh. Kur ti e ke përballë ose e ke një mundësi me afru një trajner i cili ka dalë 3 herë kampion në Kosovë,
me ekipe të ndryshme, atëherë është shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë. Domethënë vetë sukseset tregojnë për ato. Po masanina çka ti duhesh me mendu është mënyra edhe tipi i tina, edhe si mënyra se si ai luan futboll, ai përshtatet me bazën ti që e ke kriju. Nuk ndodh që shembull ti ne ta përzgjedhim një trener, edhe treneri të vjen me një filozofi ke tjetër, e grupin të cilin ne e kemi është me komplet një filozofi tjetër. Edhe masanina mineran bjen desh edhe tani ne çomi ta ndryshojmë komplet ekipin sepse e kemi marrë një trener që nuk i përshtatet ky tipi futbollistave. Kështu që ne, domethënë vetëm në çat drejtim e kem pas analizën që ne kem bo bashkarisht ne mrena për mrena grupit, masanina edhe me trenerin, edhe ka qenë shumë e thjeshtë. Sigurisht që trenera në Kosovë nuk është që domethënë nivelin për çka ne garojmë, nuk është që të ofron tregu kosovar, që të ofron shumë mundësi që ka të përzgjedhjes për trener shembull kualitativ dhe për qëllimet të cilat i ke. Ka trenera jashtëzakonisht shumë në ardhje, por që nashta për momentin kur ne i kemi synimet e tona më të larta, nuk është që ke shumë mundësi, por zgjedhja e Zekeria Ramadanit ka qenë një prej zgjedhjeve më të lehta në që e kemi bë në këto viteve të fundit. Kemi pas trenera kur askush nuk i ka njohur dhe nuk i ka besu, ne kemi besu dhe kemi arrit suksese. Edhe kjo ka qenë ndoshta më e vështirë, ndërsa për Zekeria Ramadanin kam fol nesër Zeka nëse për shembull del prej dritës, nuk kanë shumë vështirësi ekipet me përgjigje sepse ajo është i dëshmuar, ajo është i kualifikuar dhe ku është nuk kanë nevojë me humb kohë për me llogarish. Kështu që në këtë drejtim po është e vërtetë që edhe për trajnera të tjerë i analizojmë shumë, nuk na kape euforia, nuk të ndohemi nga shkrimet, nga portalet, nuk ngutemi, pavarësisht ndoshta që kanë herë është i impresion të kohës, po më mirë thojmë me bo një zgjidhje më vonë, më të sigurt, sesa me bo një zgjidhje shpejt e mos me ditë kur kemi përfunduar, edhe me to. Kështu që kjo ka qenë ajo, edhe menoj që Zeka edhe ne si klub jemi përshtat jashtëzakonisht mirë, edhe vetë këto suksese e kanë tregu, sidomos këtë sezonin e fundit kur kjo ka ndodhur që kemi pas 10 lojtarë të rëndësishëm të ekipës të lëndum, edhe as prej anës toni, as prej anës Zekës nuk e keni me thonë që hey, po ballafaqohemi në këtë lojë edhe kemi shumë mungesa, që do me thonë mi janis me justifiku vetëm para ndeshjes që nëse humbi, unë pedim se i kemi edhe të mungesa. Asnjëherë nuk ka qenë as qëllimi i trajnerit, pa as qëllimi jonë. Ka qenë besimi atë ai grupi tjetër i lojtarëve që duhet fitojmë dhe kemi fituar ndeshjen. Me që jemi në këtë pikë, ka diçka të re rreth trajnerit, do të tuleni, do të bisedohet për ndonjë marrëveshje të re? Trajneri ka kontratën, në vitin e kaluar me kemi vazhduar kontratën me to. Besimi ndaj trajnerit është i palëkundur te ne. Ka një herë në fillim është shumë e rëndësishme, domethënë në vitet e para ndoshta çështja kontraktuale e letrave është shumë e rëndësishme sepse vjen një trajner në një ambient ku nuk e njeh mirë edhe është aspekti i procedural, domethënë administrativ i letrave është me rëndësi. Po kur ti mishnohesh me to dhe kalon një vit ditën atë, ndoshta as trajneri me familjen e vet, as unë me familjen time nuk kemi kalu kohë më gjatë sesa me njëri tjetrin. Edhe kur ti mishrohesh me një ekip edhe me një trajner, atëherë masanina çështja procedurale administrative është shumë e thjeshtë. Trajneri ka kontratë me klubin edhe për vitin e ardhshëm. Andaj ka një herë ndoshta një kafe mëngjesit me to edhe vazhdon rrugtimin. Ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur, sikurse edhe trajneri Zeka në çdo prononcim ti ka treguar që momentalisht është në klubin e tij më të mirë që ka udhëhequr ndonjëherë dhe ai është shumë i kënaqur me punën tonë që na e kemi bërë dhe me punën që kemi përbashkë. Andaj menoj që dash Zoti me vazhdu edhe shumë vite bashk, sepse e kemi gjetë atë formulën e suksesit bashkarisht. E përmend në bashkë titulli u shfitua pikërisht në derbi ndaj Ballkanit, ndërkohë që festa, ashtu siç është kuptuar, Valon, do të bëhet në derbi po themi ndaj Gjilanit, festa zyrtare e titullit. E jep kjo një satisfaksion kështu të veçantë që zhvillohet pas atij derbi lokal apo? Unë pas ndeshjes fundit ku zyrtarisht e arritëm titullin kampion, thash që është rastësi që ta sigurosh titullin kundër rivalit, edhe është një emocion më i veçantë sepse nëse gjatë gjithë vitit ke luftu kundër Ballkanit për krejun e tabelës dhe në fund të arrish kundër atyre është një diçka e jashtëzakonshme. E dim shumë mirë që ndeshjet me Ballkanin, ndeshjet direkte, gjitha i ka fitu Ballkani, 3 ndeshjet, vetëm këtë ndeshjen e fundit kur ne është dashur ta fitojmë dhe të shpallemi kampion, kemi arritur ta fitojmë ne. Jo ndoshta nuk du asnjëherë më mohu cilësitë, sepse Ballkani jo rastësisht kemi luftuar deri në fund me ta për titull kampioni, por që 2 ndeshjet e para sigurisht që fokusi jon nuk ka qenë
nuk ka qenë ndeshjet e Europës, tash jemi konë në fazë decisive të fazës grupeve, një ndeshje për me i siguru grupe dhe nuk e kemi pas me thonë përqëndrimin maksimal të ndeshja shembull e Ballkanit ose ndeshjet e tjera. Por që është jashtëzakonisht moment i veçantë kur ti arrin me u shpall kampion kundër rivalit tonë edhe arrin me ngrit trofeun përbalë rivalit përbetuar lokal që i kemi, është një moment shumë i veçantë e ndoshta them që karshi krejt këtyne sakrificave që Zotit në fund të shpërblen, do me thonë, na i ka dhënë edhe një dhuratë veçantë që me qenë pjesë e këtij suksesi dhe me i festu në këtë formë, besoj që menoj që na ka dhënë ndoshta lakmi shumë e njerëz me kohën pozitat tonë. Ndoshta duke ditur atmosferën në ambientin në Gjilan, sa i përket tifozërive, ka ndonjë frikë që mund të ketë ndonjë eskalim, po theme që do të jenë tifozërit, apo do të kujdeseni për këtë pjesë? Si do shkojë organizimi, çfarë është planifikuar? Jo, tani kohëve të fundit në Gjilan, se ju e dini shumë mirë që mas pandemisë një 2-3 vjet derbi u zhvillu pa praninë e shikuesve për shkak të mungesës infrastrukturës. Edhe me kalimin e kohës, masanina e kem gjetë një marrëveshje kështu gentlemane me thonë mes klubesh që kur është drita vendas, jeni vetë le të jenë të paktën një numër i ngushtë i tifozëve tonë, sepse ai stadium realisht nuk kapaciteti aty i stadiumit është dikon 300 vetë, 300-400 njerëz që mundën me u futë. Edhe e kemi bërë këtë marrëveshje këto 2-3 vjet e fundit, 2 vjet 3 vjet e fundit, kemi vazhduar në këtë drejtim. Po nën kuptuar do të po, tash fati jonë është që edhe përkundër shumë fateve tjera që ne kanë përcjell që domethënë fati jonë është që këtë ndeshjen e fundit jemi ne vendas, edhe që prania e shikuesve të pranishëm aty të jenë intelektuale. Kështu që në këtë drejtim tifozëria e ekipit kundërshtar as nuk jam sy në stadiumit, sepse e dim që marrëveshja është e tillë, por sigurisht që edhe masat e sigurisë, se pavarësisht që ne kemi pas masat e sigurisë koxha të rrepta kur është luajtur drita Gjilani, që edhe pse s'ka pas shikues pranishëm, siguria ka qenë maksimum për shkak se gjithmonë dihet që rivaliteti ka qenë shumë i madh dhe tifozërit gjithmonë kanë ditë që të krijojnë atmosfera të ndryshme, momentume të ndryshme, andaj edhe për këtë ndeshje menoj që më shumë menoj që do të jetë një festë e madhe prej intelektualëve dhe prej adhuruesve dritës. Në këtë rast Gjilanit i mbetet që të luftoj për vite tjera në mënyrë që të arrijë sukseset që ne kemi. A do të kemi ndonjë mysafir të ftuar të veçantë, do të ketë organizim me detaje, do të kemi mysafir? Dje është mbledhur dhe shtabi punues, domethënë që edhe vitin e kaluar kanë bërë ceremoninë e organizimit të festës. Sigurisht që ceremonia zyrtare i takon Federatës së Futbollit të Kosovës, që ata domethënë mirë me çdo detaj në dorëzimin e medaljeve dhe të kupës në stadium, dhe po nga ana e klubit tonë është paraqo që të organizohet një festë në qendër të qytetit për gjithë intelektual, për gjithë adhurues të dritës, në mënyrë që të jenë sa më afër nes dhe ta shijojnë bashkë, sepse ky trofe nuk është vetëm joni, është i gjithë qytetarëve të Gilanit dhe atyre që ndjejnë vetëm fans dritës, dhe mundohemi që momentet e mira ti gëzojmë bashkarisht dhe ti festojmë bashkarisht. Andaj është paraqo që ditën e ndeshjes kur në mbrëmje dikun në ora 9 me sa më duket është vendosur që të bëhet një festë e madhe para teatrit qytetit të Gilanit, ku do të ketë një organizim detajisht, ndoshta për dallim prej viteve të kaluara ku ka pas shumë strat, ndoshta këtë vit jo, është menduar një koncept ndryshe, por që do të ketë festë ajo nuk diskutohet. Kualifikimin Ligë Kampionëve ndërkohë është diçka shumë e rëndësishme, është një hap shumë i madh, me çfarë synime shkon drita, edhe mendoni që meqense përvoja që është fitu, do të duhen emra të ri, ndoshta që këtë garë ta shohim, edhe jo vetëm si mundësi ndoshta për të paraqitur një lojë, 2 lojë, por për synuar vërtet hapa konkret edhe më lart. Këto e kemi dëshmuar që asnjëherë kur kemi shkuar në Evropë nuk kemi thonë që ta bëjmë një hap 2 edhe në rregull jemi. Gjithmonë kemi tentuar që nga viti në vit të rritemi nëse jo më shumë një hap para. Edhe këto e kam thonë edhe vitin e kaluar që drita synon që gjithmonë të jetë pak më lart se vitin e fundit ku ka qenë. Edhe gjithmonë dosh Zoti kemi punuar mjaft mirë edhe pak fati sportiv dhe krejt edhe e kemi bërë atë hapin. Vitin e fundit kemi pas suksese të jashtëzakonshme që ndoshta edhe ne vet nuk i kemi pritur që mund të përpos që tim grupe edhe t'i kalojmë grupet. Domethënë ka qenë një vit i jashtëzakonshëm.
Tash me thonën që du veç me përsërit vitin e kaluar, bin ndesh me fjalët e mia që kam thonë në mënyrë sistematike çdo vit që kemi marrë pjesë në Kupat e Evropës. Sigurisht që nuk do të kënaqemi ndoshta me edhe nuk do ta kem synim veç përsëritjen e sukseseve të vitit kaluar, po pa asnjë diskutim, nëse na jepet mundësia duke po edhe pak shortin, edhe fatin sportiv që na përcjell, synojmë që të shkojmë një hap më shumë se sa vitin e fundit. Tash më thash më varet edhe prak prej shortit, edhe prak se prej kundërshtarëve, por gjithsesi që për neve nuk është ndonjë lajm ose ndonjë risi, nëse ne kena me luajtur në Ligën e Kampionëve edhe është një përvojë e re edhe nuk dim se si të qasmi. Tani mo lojtë e Evropës më thon shumë sinqerisht këtë vitin e fundit sikur lojtë e Kosovës, sikur lojtë e Evropës, do të thonë çështja ka qenë e njëjtë, nuk e kemi pas atë panikën, atë lloj stabiliteti. Është krijuar një farë lloj stabiliteti, është krijuar një farë lloj përvoje, sepse vitet e para, ta them me sinqeritetin më të madh, edhe kushdo që e mohon këto prej klubeve që kanë marrë pjesë në Evropë, ajen nuk është e drejtë. Vitet e para kur kemi luajtur në Kupat e Evropës, kick-offi, mënyra e organizimit, çdo detaj nga UEFA, këtë me minuta, me sekonda. Domethënë ka qenë një ngarkesë pa me, pastaj ti ta kontrollosh këtë grupin sepse ti ndoshta je i përgjithshëm, po ka dikush që është i papërgjithshëm edhe ti ta prish Terezin edhe domethënë ka qenë goxha sfiduese. Edhe në momentin kur ne i kishmi krejt me sekonda me u kthy në fush, me dalë nxemi, me u kthy në zhveshtore për 1 minutë e 30 sekonda me lëshu zhveshtorën, për 30 sekonda me u bë gati në rresht edhe krejt këtu ka qenë shumë sfiduese edhe thëshmi, hajde na kena mi arrit mi bë këto me sekonda. Dhe kur filloi që ndeshja, sikur domethënë u shlirojsh mi thëshmi u kry. Ja arretëm u kry. Domethënë ndeshja vetë sa filloi që sepse ishte një farë lloj sfide në vete që duhet me dal mirë, rregulla atë. Ndërsa domethënë me kalimin e kohës ti e krijon ashat përvojë mo. Masanina bëhet në mënyrë si automatike. Domethënë secili lojtar e din që është krejt me minuta, me sekonda, thash, domethënë nuk e kanë mo atë vëmendjen e veçantë, po domethënë fokusi i veçantë është te ndeshja edhe te çështja se si pi çasmi ndeshjes edhe në mënyra për ta fituar ndeshjen. Kështu që përvoja e bën veten edhe në këtë drejtim përvojën e kemi dur edhe çfarë do kundërshtari që na del nuk është që na tundon mo sepse kemi rastis që ta kalojmë këtë farë lloj kompleksi, ndoshta në vitet e para kur kemi luajtur në Europë, kemi luajtur me gjigant të futbollit evropian edhe e kemi kaluar këtë kompleksin e inferioritetit. Për te anës sportive, garat evropiane ashien edhe nga klubet, nga përkatësit nga drejtues klubeve, edhe si aspekt financiar, sa po ndihmon dritën ky rrugtim në Evropë. Patjetër. Është baza kryesore e një mbarvajtjes një klubit në nivelet të larta. Domethënë burimet kryesore financiare, ndoshta që e përbëjnë bazën e aspektit financiar, janë kupat e Evropës edhe janë përfitimet që vijnë nga Europa. Pas një diskutim, masanina është ligji i sponsorizimit, janë tyrat të tjera që na i gëzojnë shumë pak. Mos harroni që ne klubet pse nuk kanë bazë, domethënë pse nuk kanë bazë elementare ose një bazë shumë të vogël financiare, është për shkak se kanë zero tyra. Për shembull, për dallim prej vendeve të zhvilluara ku tyrat bazike i kanë prej shitjes biletave në stadium, prej shitjes fanella, prej marketingut. Ne këto nuk i kemi. Çka po bëni valë? Edhe kjo është, po jo, tash na, domethënë shoqër Zotit na ka ecë mirë, kemi menaxhuar me kom tok, nuk kemi kon asnjëherë euforik, me një farë forme, me një fjalë popullore i kemi shtri kom se na kam rri argoni pavarësisht që ndoshta na në çato momente kem pas parë me paguani lojtar 3 fish, po e kem ditë që kemi edhe obligime të tjera dhe nuk e kem bënë gjë të tillë. Ma mirë letjetët si dëshira ajo çështja e atij lojtarit, sesa na me shu dëshirën me marr për shkak entuziazmit, po masanina mi kriju probleme vetit edhe probleme grupit. Kështu që në këtë drejtim jemi munduar, kemi bën një menaxhim koxha mirë detajuar edhe koxha mirë të menduar. Edhe këto daljet në Evropë në mënyrë të vazhdueshme që domethënë ndoshta jemi klubi i vetëm Kosovë këto 10 vitet e fundit që sistematikisht kemi dalë çdo vit në Evropë dhe kemi pas suksese, na ka bërë që ta kemi një bazë të mirë financiare. Po mos harroni se klubet tjera në Kosovë për shembull arsyeja pse kanë vështirësi financiare është pikërisht për shkak të kësaj. Nuk e kanë asnjë tyrë tjetër përpas që tash që është ky ligj i sponsorizimit. Nuk shesin bileta në stadium, nuk kanë marketing në ashtat shumë të madh sepse edhe vendet ku ne i ekspozojmë ato firma për mi u marr parë është këtë nëpër stadiume, ndihmse nëpër stadiume, nëpër me thonë mirë me thonë as stadiume jo. Edhe që nuk i josh as firmat edhe as kompanitë për me marrë me ta bëu një marketing aty. Kështu që në këtë drejtim arsyeja pse na jemi të bresh në aspektin e jetëgjatësisë i klubit ose të
të një kontinuitetit, me thonë që është një klub që pavarësisht 3 vjet e ardhshme e dim ku jemi, pavarësisht suksesit, është pikërisht për shkak që se nuk kemi bazë. Në momentin kur që kjo bazë krijohet, duhet me pas stadiume, duhet me pas shikues të cilët janë. Na jemi si komunitet i vogël i sportit edhe jemi si popullsi e vogël në përgjithësi në Kosovë. Ne duhet çikushmërinë ta kthejmë përpos tifozëve fanatik që i kemi, grupacioneve, na duhet ta kthejmë çikushmërinë edhe me familje, me marrë njerëz sepse jemi si komunitet i vogël dhe na duhet vetëm që të mënyrë mujna ta kthejmë çikushmërinë. Edhe në çet formë masanina krijohet një farë lloj baze kur ti në baza vjetore për shembull kit hyra 70.000 euro, 100.000 euro shembull prej biletave. Kit hyra 70.000 euro, 100.000 euro prej fanelave, edhe do me thonë një 30%, 40% të buxhetit me kriju nga tyra që i kitë sigur të çdo vit. Ne klubin Kosovë nuk e kanë asnjëna për këtyre këtë farë lloj sigurie. E stër tepruar me stër përsëritje kjo pyetje drejtor, por më në fund me gjithatë shihet disa punime në stadiumin e Gjilanit në këtë aspekt për shkak se po ju dëmton po themi edhe në aspektin e biletave. A keni më në fund një shpresë më konkrete që do të jemi gati, ndoshta që të zhvilloni ndeshjet në Stadion 3? Shpresat e tona janë gjallë, janë shu. Qëtashti nuk e di në cëllën periudhë kemi. Kështu që me thonë që janë gjallë shpresat, nuk kisha me mujtë me thonë. Me thonë që janë shu komplet, nuk kisha me thonë. Kjo për shkak të kozgjatjes. Sepse po punohet për shkak kozgjatjes, për shkak të dilemave, për shkak të stopimeve të punimeve, rifillimeve, rishikimeve të kontratave. Kështu që kjo ka qenë super e teprume në aspektin sportiv dhe në aspektin si klube, jo na kanë dëmtuar shumë. Po duhet me i përshëndet edhe me i uru ka të shkojnë pronarët e klubeve edhe Dritës edhe Gjilanit që i kanë mojë gjallë. Një klub tjetër ndoshta ju kish harru emrin që tash më thonë se nëse ti e ki senin elementar, don me lujt futboll po nuk ki top, çish po do me lujt. Kështu që është seni elementar neve që na ka mungu. Por që durimi tyne edhe falenderimi duhet më shku komplet investitorëve që pavarësisht mungesës elementare nuk ju ndërzu. Tash janë të punu, ritmi tyne më blen shumë për dëshiru, edhe pse fjalët janë që do të kryhet për një periudhë shumë shpejt, unë nuk jam mo në një pozicion as që thom që po kam besim të plot që kam bo kjo, e as që s'kam bo. Thjesht po pret nëse po bo. Thjesht jena met tu po e tu bo, edhe në që shtojnë këtë varpune, por që mungesa është mos të me jashtëzakonshme, zbej gjithë shka, po kupton qysh. Në që kemi përfunduar sezonin edhe do të shkojmë tash edhe drejt verës e këtij afatit kalimtar kur folëm për financat e klubeve, për dritën diskutohet shpesh që është e fuqishme kështu, edhe në aspektin e mënyrës si do të operoni në afatin kalimtar. Shpesh ne te komuniteti gazetarëve sportiv flasim për dritën si një lloj Real Madridi kështu i ndoshta jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon, mënyrën se si bën oferta, se si lojtarët nuk e refuzojnë dritën. A ndjeni veten këtë farë statusi apo jo? Është privilegj kur na e nim, po neve na bën më shumë të përgjithshëm se sa që më shumë na i rrit mendjen ose na bën krenar. Na bën më shumë të përgjithshëm sepse tash me bo e bon po me majtë të vështirë, ne mundohemi me majtë, nëse jo me ngrit pak më shumë bilet pak ton me rujt nivelin që e kemi arrit deri tash. Sigurisht që kur ti punon ditë e natë, kur ti i lën anash edhe familjen tënde, edhe lën anash gjithçka, edhe e ki prioritet mbi prioritete klubin, futbollistat edhe grupin që në fundit atë shfaqet që e bën ti me bo për ata tifozë me kënaqje e këta qytetarë të Gjilanit, edhe në fundit në nivele më të larta me bo edhe komunitetin e sportit në përgjithësi në Kosovë, futbolldash, atëherë normal që je domethënë e ki një farë lloj motivi edhe një farë je i plotësuar kuptimin kur ti nin që thurën kësi elozhe në drejtim të klubit, sepse e din që ti je pjesë e këtij suksesi dhe e din që një vendim jotin në atë drejtim në atë farë grupin e brendshëm të klubit ka bo që me tingëlluqe me reflektu për pozitivisht. Mundohemi me konë shumë serioz. Kjo më gëzon fakti sepse jo vetëm Kosovë, po edhe më gjerë që tash gjithë se cili futbolist, nëse e pyet për dritën e din që drita është korrekt, e din që drita është klub serioz, e din që drita mëton gjithmonë në majtë e futbollit shqiptar, edhe do me thonë kjo është i rezultati punës sistematike edhe asoj që thashë edhe kur të tjerët kanë mendu që ne duhet të dorëzohemi, ne kemi besu të ajo. Në këtë drejtim, jam jashtëzakonisht i kënaqur edhe... Je drejtor sportiv, Valon, a e vren këtë? Sepse negociatat kryesisht shkojnë përmes drejtorit sportiv, pastaj derisa të ndërhyjnë ndoshta në faza finale. A ndjen këtë lloj epërsie ndoshta nëse mund ta më thon? Në aspektin e kësaj pjese se zakonisht shembull drejtora sportiv dalin në skemë vetëm kur janë afatet kalimtare që e ka prunë lejtar se ka prunë lejtar. Unë nuk e konsideroj kështu.
Unë e konsideroj që puna e drejtorit sportiv dhe puna jeme është 24 orë në 24 për klubin. Në çdo problematik. Nuk do të thotë që unë e kumpru një lojtar shtash edhe ja kum bë kontratën 2 vjet edhe mas 2 vjet e shimi me to. Ai nështë ka nevojë mas 3 ditë për mua. Ai nështë ka një problem mas 5 ditë, një problem familjar që reflekton atë grupit e na. Problemi atina është edhe problemi jam. Kështu që në çet formë i trajtojmë, edhe ndoshta kjo na e bën më të veçantë pjesën tonë, edhe ndoshta kjo e bën më të veçantë që na thonë ndoshta që jemi Real Madrid për Kosovë. Sepse unë mendoj që kështu duhet trajtohet çdo, se mbi të gjitha jemi njerëz. Ka raste kur ne shembull zgjohemi nga gjumi një ditë, e kemi pushim, edhe çështu s'ka gjendje por kur gjosat. Atë s'po më bëj ka kur gjosat. Futbollisti ndoshta çohet një ditë në çat gjendje që s'është për kur gjë, po ai e ka detyrim edhe obligim me hi, sepse ndoshta e ka derbin më të rëndësishëm të javës ku ai duhet me dhon maksimum. Edhe nuk është në vetveten e vet, nuk është në element edhe ti ta gjykosh, ta përsekutosh ato, jo. Do t'i thush që s'ka problem se në rregull jemi. E kështu që si drejtor sportiv e ndjej më shumë këtë pjesë të punës tem se sa afatin kalimtar. Masanina, çështja e afatit kalimtar, kur ti e ke ngrit klubin në këto nivele të larta, domethënë me pronar të klubit, me pjesën tjetër të kryesisë, sigurisht edhe mënyrën e afrimit lojtarëve, sigurisht që don me pas më atlet, po punon gjatë gjithë vitit për me pas më atlet. Atë kujtohet Valon, çka ka qenë transferi ndoshta që ke hasur më shumë ti vështirësinë punën tonë si drejtor sportiv i Dritës, ndoshta që të është dashur me u sakrifiku për ta bind. Mos harro, gjatë kësaj periudhës kum arrit me bë transfere kogja nivelet në alta në futbollin e kosovar. Kum arrit për shembull që ndoshta në periudhë kur Shqipnia na ka marrë lojtarët më të mirë Superligës Kosovës, edhe nuk kemi pas shansë me marrë prej aty, ju më konë, do të thonë unë edhe klubi Drita, bashkarisht që kemi arrit për shembull. Rombroja në kulmin e karrierës atij ku këtë superiorja Shqipnisë kam vol për to, ne kemi arrit që ta rikthejmë në kulmin e karrierës atij. Do të thonë u konë një farë sfide, një sfide madhe për mua. Do të thonë çësia ajo kjo. Kanjëherë nuk është çështja e aspektit financiar, nuk është, janë shumë faktorë që të bëjnë. Problematikën më të madhe edhe do të thonë pengesën më të madhe që unë si drejtor sportiv në raport me futbollistat e kam veç infrastrukturë, kur gjë tjetër. Sepse nëse unë arri në gjithçka në projekt, në punë, në idenë, në projektin e klubit, në mënyrën se si funksionojmë, arriti me bind, infrastruktura është një pengesë e madhe që mundet, sidomos lojtarët e huaj. Kanë kërkesa sidomos lojtarët e huaj. Ai ka kërkesa, mund ti i relativizon ato, i harmonizon, i rregullon, i përshtat, po kur vjen pyetje fusha, çka kemi thonë? Po diçka. Ai thotë në skumbytit të kur, thotë, çka kemi thonë ti? Është alamet lojtari, është lojtar shembull, thotë, "Okay, a din pe bëj një sakrificë komi Ligë Kampionëve kështu e kështu." Krejt në rregull thotë, "Më pëlqej oferta e krejt." Po kur t'ja tregojsh fushën që e kemi të Varrezat në atje, atë sintetikën famkeq që është aty, çka kemi thonë? Edhe ai masket ndoshta domethënë negociatave 2 javore, kur thënë këshyra e shkruan FC Drita Champions of Kosovo, edhe e këshyr stadiumin kur ta shef ai zhgënjimin. Ai thotë kur te Drita si kampion aktual thotë që varfushe. Çka mund më kon thotë kur shkojnë në me lut me atë ekipën në vend 7-8 që është. Thotë Bovakis është as fushë. Edhe ngurrojnë edhe kjo ka qenë ndoshta këto kanë qenë problemet më të mëdha, por që për mua është një ndjenjë veçantë dhe njëm shumë i plotësuar edhe për faktin sepse kom arrit emrat më eminent ndoshta të futbollistëve nga Shqipëria mi sjell për ai kampionateve shumë më të mëdha, ndoshta kom arrit. Për Ronin tjetër? Roni, Kristala Bazaj, Jorgo Plumbi, në kohën më të mirë Ardian Cuculi që ka qenë për shembull në Shqipni kur superiorja e Shqipnisë ka qenë në kulmin e asaj. Ta arrit ti domethënë me projektin tonë që i kemi, me vizionin tonë, me këtë këtu, me i prutë e Drita, edhe ku dihet që infrastruktura ka qenë mungesa elementare, unë mendoj që është një punë e jashtëzakonshme që është dashur më bën nga gjithë secili prej neve që jemi aty brenda. Apo në shpjegon pak që të kontakti me lojtarët huaj, transferin e lojtarëve të huaj, me nigerian atje ose çu shkon që ky kontakti, çu nis si bien kontakt nëse ti e sheh një lojtar që është kaluar mirë. Më ta treguani këto, tani i bën që ata veç me morr ato fëmijë edhe me anis me punu kësajna. Jo flitet apo flitet shumë që i marrin prej rrugës, i marrin prej YouTube-s, i bin një kallabllak tani një del 7 do të më kthy mënyra se na kur njët nuk kemi funksionuar ashtu. Çdo lojtari jon që ka ardhur, domethënë ka ardhur lojtari i cili ka qenë i dëshmuar dhe i konfirmuar në kampionatin ku ka qenë. Nuk kemi marr asnjëherë lojtari i cili domethënë nuk e ka pas një bagazh të vetin të paktën ndoshta 2 vjeçar në kampionatin se ku ka qenë. Masanina urat e komunikimit që kemi na me disa klube, jo me agent kështu që janë
sepse ç'tashti agent çdo i dyti është bo agent i një lojtari, kështu që ndoshta kurse ka taku atletarin edhe më thirrën më thotë a po don që lojtari kam në menaxhim. Ai ka lojtari ka 33 vjet, a ky agenti që të ka thirrë 2 ka 21 vjet. U kupton? Shpërpudhje totale. Ka dhe raste të tilla, po domethënë mënyra e komunikimit, mënyra e krijimit konektës se ne çu që kemi bë është ndryshe prej asajna. Asnjëherë nuk e kemi praktikuar dhe as nuk e praktikojmë që me sjell një 6 lojtar mi provu edhe prej aty në bof na një menon mos bëj. Secili lojtar vjen, domethënë i planifikuar për pozicionin e tij, për profilin e tij si lojtar, për mënyrën se si luan ai. Edhe masanina jo të gjithë, sikurse që ka edhe futbollist vendor, jo të gjithë mund mos më u përshtat. Po e kemi domethënë një mënyrë të seleksionimit pak më ndryshe ndoshta se të tjerat. Na ka rastis të jetë e duhura me gjatë. Mirë. A do të ndërhyet, ku do të ndryshojë drita? A do të kemi transfere të reja? Ka pika konkrete ku apo do të uleni pastaj me trajnerin? Ku do të intervenohet? Pa diskutim. Jo, ne me trajnerin jemi vazhdimisht. Çdo mëngjes pim kafe, çdo mëngjes diskutojmë vetëm për futboll. Absolutisht. Problemet mëdha që te drita nuk e di nëse ka pas këto viteve të fundit kurr. Që më ullë me thirë mbledhje emergjente, më ullë me bo mbledhje, absolutisht jo. Takimet për ditë kemi mbledhje, për ditë kemi takime, po kemi takime, pim kafe në zyre, para stërvitjeve gjithmonë jemi bashk, mas stërvitjeve gjithmonë jemi bashk, komunikojmë, na pëlqej, ky ke mirë, ky ke keq, kështu që këto i kemi të përditshme, por vendimet në fund ulmi i qesmi letën çdo fund sezone. Për shembull, në fund sezonës vjeçore, ulmi e bëjmë një rezume për secilin lojtar. Në fund sezonës komplet, do më thonë pranverore, masanin e ulmi dhe ato, dhe marrëmi vendime ku ka nevoj për energji të reja, ku ka nevoj me nxjerr hala ma shumë maksimumin, cili lojtar ka pas më rëndësi ma shumë me dhone nuk ka dhone çka duhet me bo me to. Edhe i diskutojmë krejt këto detaje. Energji të reja pas një diskutim që do të ketë, do të kemi përforcime, i kemi piketu disa lojtar në cilin rapart duhet të përforcohemi pas një diskutim, sepse arritja e titullit kampion si vjetshëm, përsëritja e suksesit, do më thonë është bo veç falë numrit të madh të futbollistëve që ne kemi pas. Sepse me 7-8 lëndime gjatë gjithë kampionatit, e numri i lëndimeve ka shku deri në 10, ku na për 2-3 xhiro i kemi pas 10 mungesa. Edhe të arrish të fitojsh ndeshjet edhe shpallosh kampion, kjo kallzon që numri i futbollistëve ka qenë i mjaftueshëm, edhe kanë qenë futbollistë gjithë cilësor, edhe vetëm kjo na ka bërë që ta mbrojmë titullet. Për me përsërit suksesin edhe të Superligës, po edhe në Kupat e Evropës, pas një diskutim mendoj që duhet shtohen energji. Do të jetë fokusi brenda kampionatit apo edhe jashtë? Ju e dini që numri i limituar është i lojtarëve të huaj në Superligën e Kosovës, edhe jo gjithmonë na jep atë kënaqësi ose diçka me që me pa edhe lojtar, po sigurisht do të ketë edhe nga jashtë edhe nga brenda, por lojtar të mirë, lojtar kualitativ gjithmonë ka vend, gjithmonë ka të drita. Para do dite i pata një pyetje që për një lojtar caktuar edhe thash çdo lojtar i cili ka bërë performancë mirë në Superligën e Kosovës potencialisht mundet me qenë në lupën e dritës. A është që mes Iqbal Jashari drejtor? Po, sepse ka pasur. Po, ka qenë sepse ka pas performancë mirë, por absolutisht nuk ka asgjë të vërtet nga ato që flitet dhe përflitet media. Ka edhe shumë emra që janë përmend që vlerësoni performancën e Iqbalit që ka shkuar këtë sezon. Ka pas sezon pozitiv, po lojtari është vetëm 20 vjeçar, edhe nëse ne që tashti e marrim edhe e bojna i ngarkojmë pesha më shumë se që ai mundet me çuaj, ai mundet ta më djeg. Kështu që performanca e tij ka qenë pozitive, edhe pse jo për çdo lojtar i cili është potencialisht, domethënë një talent në ardhe apo një lojtar që ka potencial, mundet pse jo me qenë pjesë e dritës. Ka edhe disa lojtarë, disa emra të cilët janë përmendë me të cilët kur në jetë as nuk kanë qenë në listën as më të gjerë të klubit drita. Por që ndoshta i lakojnë për arsye personale apo për diçka që janë interes të atyne. Drita gjithmonë e jetë çdo lojtar të cilin e komunikon apo ka kontakt e konfirmon pa asnjë hezitim, sepse mendoj që kemi arritur në atë nivel ku edhe Real Madridi dhe këto ekipet e mëdha krejt i bojnë publikeve negociata që janë në momente finale që pse na duhet më konë në diçka të veçmas, çka kemi na. Edhe na duhet më konë pak më konkret. Po kjo pjesa e domethënë lakimit të emrave të X lojtarëve, domethënë se e kërkon drita me ngulm, shumica ose më thon 90% as nuk qëndrojnë aty. Valon, në pyetje po më intereson në çet aspekt. Klubet kosovare po qesin lojtar jashtë, tash interesimi nga klube tjera evropiane në
yjet e Kosovës, po themi, po rritet gjithnjë më shumë. Po më intereson ai më të u bë gjithnjë më tërheq se deri ku kam rrit ta zëm një interes ndoshta i klubit më të madh evropian deri më sot për lojtar të dritës. Ai më duke u bërë se çherë më të gjerë në aspektin se kush po na sheh lojtar që i kemi na sot këtu. Po, sigurisht, jemi treg atraktiv, sepse mbi gjitha për ata jemi treg atraktiv sepse jemi më të lirë. Kjo është e para. Jo për shkak se jemi më pak talenta, edhe t'japim më pak lek. Po ideja është sepse ti si kampionat je në rritje sipër, domethënë ki mungesë infrastrukturore ku domethënë nëse shihet liga në televizion për shkak të infrastrukturës duket sikur një ligë amatore, edhe kjo e zbe, domethënë edhe e zhvlerëson lojtarin, jo cilësia, po mjetet për cilëse, edhe kjo është problem. Masanena, ekipet e mëdha nuk tundohen let me një apo dy paraqitje që ti i ki në Kupat e Evropës. Për shembull, nëse i lun një lojë interesante ose një lojë të mirë e bën një futbollist, nuk e merr për bazë. Ai don më të përcjell Masanina edhe gjatë vitit se çka po bën. Po a jemi atraktiv për këtë pjesën tjetër të kampionateve tjera, po jemi atraktiv sepse ka kualitet e ne shumë. Ka kualitet, ka cilësi, edhe mbi gjitha duhet ne me kon tokë, sepse unë e shoh kanjëherë që edhe kërkesat e klubeve tona që kanjëherë mundohemi mund nxjerr me një lojtar, nuk shkon kjo. Duhet të jemi realista dhe duhet të jemi të lumtur që për shembull një ekip sikur ne kemi luajtur me Antwerpin, që është një prej ekipeve më të vjetra në Evropë, pas ndeshjes vjen ta kërkon ty një lojtar, kjo është domethënë një privilegj shumë i madh për ty. Masanena aspekti financiar duhet me qenë plan dytë, edhe për klubin, edhe për futbollistin, sepse ti po tregon që ti ki vlerë, ti vlen. Edhe qysh ata të njohin më shumë ty kur ti e bën një connect me ata. Kur ti e bën një connect me një ekip tjetër, ti domethënë je më shumë. Edhe kur ti e bën connectin edhe lëshon lojtarin, edhe lojtari domethënë nuk të korrit, të përfaqëson mjaft mirë edhe lun mjaft mirë. Masanena nesër mas nesër ai edhe me një dozë halo me më të madhe të besimit vjen edhe e merr një lojtar tjetër ndoshta që nuk ka mujt me përcjell shumë, po që i pëlqen. Kështu që në këtë drejtim ne duhet krijojmë urat komunikimit. Nuk duhet të jetë domethënë prioritet aspekti financiar për secilin klub. Unë e kuptoj që klubet kanë shpenzime shumë të mëdha dhe këshilin që të paktën me rimburcu diçka, po jo edhe në drejtim që me mbyt këtë farforme këto urat e komunikimit, sepse Masanena bën shumë të vështira. Kanjëherë nuk do të me këshyrë se shka qysh, po duhet me kriju connect sepse është shumë i rëndësishëm. Çfarë mendon që ka qenë oferta ndoshta më e madhe që Drita i ka thonë jo? Do ndonjë klubit rival këtu në Kosovë ose edhe jashtë? Keni pasit pashqetshëm. Po, kemi pas oferta jo nga këto që ne i lexojnë për media, jo nga këto që i kom dëgjuar edhe nga disa klube. Na jemi shumë sinqert në drejtim. Ndoshta ofertën më të madhe që klubi Drita e ka pas për një futbollist ka qenë në 550.000 euro. Po ka qenë në një moment jo dur kur si drejtor sportiv është dashur më kon mes dy rrugëve, am i marr ato leka me po rrugtimin ton që e ki, edhe kem thonë jo, oferta është e jashtëzakonshme, mujna na në fund kampionatit me konsideru, mujna me mbyll tash për në fund kampionatit. Po ata kanë qenë insistues që më krymin janë sepse kanë pas nevojë për lojtar, i kemi thonë edhe na kemi nevojë më shumë për lojtar se sa na shtan këto momente. Do të Drita ka fuqinë ekonomike, me thonë joni gjysmë milion shi. Po nganjëherë ato çka ti e ki përpara, qëllimin që ti e ki, do me thonë edhe përgjithësi ndaj gjithë atyre tifozëve që e ki, nga gjithë qyteti, ka njëherë është ma e madhe përgjithësia dhe dëshira e atyre tifozëve se sa nga njëherë kjo vlera financiare. Këto, do me thonë, duhet pa tjetër një vlerësim shumë të madh mi adhon edhe pronarëve të klubit, sepse ata në fundit janë që japin lekët, ata mund me thonë leve ti dëshirat e s'kapi parë se s'u jemi tu ja dal na, po kupton, ama megjithatë edhe ata kemi gjetë mirë kuptim edhe kanë thonë po, është e vërtetë. Ne jemi ata të i mbështesim me këtë farpune, sepse dojna që dëshirat e këtë qytetit edhe entuziazmin me këtu edhe njerë në ngila. Një pyetje kam tash për ty, si pozitin e drejtuarit sportiv për një kohë gjatë, e mendon me u kanë në një pozitë tjetër klubit apo kjo është ajo ku ty të bën më një mas mirë ti? Më të thonë kështu shumë sinqerisht, jemi klub koxha i strukturuar mirë, për asa jemi, nuk jemi shumë, jemi pak, edhe jemi shumë strukturuar. Në punët tona i kemi ekskluzivitetet 100%, do me thonë vendimmarrja aty, por që a din që është ajo kontratës që bëjmë punë edhe tjera me kërkesë të shefit. Kështu që në këtë drejtim arsyeja pse ndoshta klubi është në këtë nivel është se kur njët nuk e kam thonë që unë jam drejtor sportiv edhe nuk e bëj këtë pjesë. Kemi bërë edhe punë shumë tjera, edhe për momentin jam shumë i kënaqur me pozitën që e kam, edhe jam shumë i lumtur me punën që e kemi bërë bashkërisht.
edhe jam shumë i lumtur me mbështetjen që gjithë secilit mrena grupit aty, edhe ndonjëherë kur gabojna, domethënë kena mbështetjen e jashtëzakonshme. Edhe që drejtim jam shumë i kënaqur edhe nuk mendoj që duhet me ndryshu pozitën. Pronarve nuk synoj asnjëherë mi avzon vendin se e di që aty do të më dhon lek. E për momentin unë jam ai që unë dëshiroj me marr, ai pak kështu që një drejtor sportiv të Dritës e kënaqen rezultatet jo të mira të një rivali lokal siç është Xhilani apo ka dëshirë që edhe ato më po mirë? Jo, më thonë shumë sinqerisht, në momentet e këqija të Xhilanit edhe ne jemi kom pak më dembela. Apo Kështu që rivaliteti gjithmonë do bën mirë, jo vetëm i rivalit lokal, po edhe rivalitetin përgjithësi në Super League. Unë kështu e cilësoj dhe kështu e trajtoj. Mendoj që çdo ekip, nëse vitin e ardhshëm Prishtina është më e fortë, Xhilani është më i fortë, Ballkani është më i fortë, detyrimisht neve na shtin me nxjerr edhe atë brendinë e brendshme që kemi, atë punën më të madhe që kemi brenda që se qesme kanë herë në sipërfaqe na shtin me nxjerr. Kështu që rivaliteti mendoj që edhe neve na bën më të zgjuar, edhe neve na bën më të vëmendshëm, më të kujdesshëm edhe më punëtor. Kështu që nuk gëzona në fatkeqësitë e tjerëve, gëzona në sukseset e mia, edhe mendoj veç për klubin tim. Gjithmonë mundohem që të jem një hap para të gjithëve si klub të jemi, edhe kur ata janë të fortë, edhe e di që duhen më na kap, na duhet me shpik diçka nga vetja edhe me majt atë distancën e organizimit. Po duke që jemi me një periudhë, po shkojmë drejt fundit, me një periudhë pak më të qetë, se ndoshta këto janë gjërat më hershme, por ka pasur si vite kaluar mos pajtime mes Dritës, Federatës, Valoni si drejtor problem me disa tifoz të lashtë kështu probleme, a jemi sot Drita më qetë ndoshta për shkak të suksesit, ai ka shmangur të gjitha këto dhe po shkon tash vetëm po shikon vetëm veten. Nëse jemi botën e futbollit, ku interesat janë shumë të mëdha, edhe rezultatet janë shumë vështira, gjithçka del gjatë rrugës, ka pengesa të ndryshme. Në çdo punë që e bëjmë, ka vështirësi, ka probleme, ka pengesa, që ti nëse i te kalon edhe arrin cakun, je i suksesshëm. Mendoj që edhe te puna jem, edhe te profesioni jem, po edhe si unë si individ, ka rastis që ti kem ndoshta vështirësi, të kem probleme në momente të caktuara, jo ndoshta edhe veç për fajin tim, po edhe për fajin e të tjerëve, po megjithatë kemi pas vështirësi dhe kemi pas probleme, të cilat janë te kalu. Edhe në raport me federatën ka pas momente kur ne kemi mendu ndryshe, edhe shpreha aty në mendime ndryshe është keq kuptu, është keq interpretu, se sot për me fol diçka publikisht, jo nesër kur shkoj te shtëpia dhe i ngoj intervistën tem ose shkrimet, nuk e njoh veten, am konën në çaj ajo. Çash mënyrë shpejt deformohen që nuk ta merr mendja. Kështu që edhe në këtë drejtim, ndoshta edhe këto problemet mes, domethënë ose më mirë me thon mosmarrveshjet mes federatës, ndoshta e kanë pas çet problem të ndryshimit të konotacionit edhe ndryshimit të ideve. Megjithëse ato janë kalu, sepse në fundit edhe këto ndryshime, edhe këto reagime, edhe këto mos pajtime kanë pas vetëm një qëllim, ngritjen e futbollit kosovar, edhe unë mendoj që me apo pa probleme, me apo pa vështirësi gjatë rrugës, me prishin e qefit dikujna ose dikujna i ka ro mirë, dikujna i ka ro keq, në fundit futbolli kosovar është rrit. Edhe unë mendoj që prej atij viti ndoshta kur kemi pas mosmarrveshje, e në këtë vit futbolli kosovar është ngrit mjaftë. Ky u kon qëllimi i joni përbashkët. Gjatë rrugës me problematika të ndryshme, por aty njësoj ka qenë edhe ndoshta mosmarrveshje që i kam pas me disa individ, më thonë, jo me absolutisht gjithmonë, edhe më njëherë mas 3 ditë kur ka qenë ai problemi. Në prononcimin tim të parë kam thonë që unë me intelektual nuk kam problem. Edhe as ata s'kan me mua, se unë jam rriç aty me ta, jemi lindë, jemi rrit bashkë aty jemi. Muj me thonë, muj me pas me një tifo grup një qyteti tjetër, ai problem. Po me tifozat e me ku vetë ju më kom pjesë qasojna, nuk ku mujt. Kemi pas temperament Valona, e agresion përgjithësi. Nuk e di unë, ma shumë mund me vlerësu njerëz të tjerë se sa unë nuk e shoh veten që jam temperament. Edhe po ka momente kur ndoshta ty rrethonat bëjnë me don nga vetvetja që masanina mas 3 minutave i bjen pishmon. Se na njerëz jena mbi të gjitha. Edhe këto vështirësi, ndoshta këto mosmarrveshje kanë qenë prezente, pa çka jam shumë i lumtur për faktin që në fundit ku më arrit mi demantu, ku më arrit edhe të tjerët janë arrit mu bin që Valoni e ka pas vetëm në synim edhe vetëm në qëllim me punu për klubin Drita, me ngrit klubin Drita sa më lart, që është e mundur bashkë me shokët e mi që i kam aty edhe me pronart, në mënyrë që të tjerët më u gëzu këtij suksesit. Ky sukses
unë mendoj që sidomos që trofeun e fundit, më me thonë që një 80% e intelektualëve janë gëzuar më shumë se sa unë. Se ndoshta unë pe i vujtjeve të mëdha që kom pas në punë, pe përgjithësive, nuk ku mujt ndoshta me shiu çaq shumë sa kanë mujt me shiu ata dhe për këto jam jashtëzakonisht i lumtur. Pyetjen e fundit e kam valën, a nëse jo ti drita, a ka ndonjë klub prej Superligës që e kishte pa veten të dhon kontribut, të kon pjesë e klubit? Unë me dritën nuk jam lidhesh profesionalisht, jam lidhur edhe emocionalisht, dhe kjo kanë herë më ka pengu në punën që e kam bë. Sepse kanë herë nuk kum ditë më kon shumë profesional, ndoshta në disa vendime, në disa çësje, sepse jam lidhur më shumë emocionalisht se sa profesionalisht. Edhe ndoshta kjo është një pengesë, e nëse kisha kthy diçka mbrapa, isha mënu që pjesë me drejtu pak mirë, apo. Por që sepse është shumë mirë me trajtu punën në mënyrë profesionale e jo emocionale, sepse kanë herë emocionalisht nuk është edhe që të bën mirë në disa vendimare. Por gjithsesi kur i marr kështu si tansi vendimet e krejt që i ku marr, domethënë si drejtor sportiv, e shoh që ku marr vendime dura edhe atëherë nështë kur që ngon dura e kom bashkë mbështetjen e pronarëve, drejtorit general të njerëzve të tjerë. Por që nuk e sheh vetë. Por që momentalisht të gjithë kanë qef me po veten brenda dritës. E pse duhet unë të mendoj me po veten jashtë dritës. Kështu që jam shumë mirë, jam shumë rahat, jam shumë i plotësuar me sukseset që i kemi pas. Edhe jam i bindur që një pjesë shumë e madhe këtyre njerëzve që mendojnë më marr me këtë punë, ndoshta ma kanë lakmi për sukseset edhe për pozicionin që një. Kështu që jam momentalisht shumë rahat këtë pjesë. Përgjigje e bukur kjo. Valën, unë jam shumë falendrues që erdhe edhe kemi mysafir në Sportcast dhe diskutuam bashkë këto detaje. Faleminderit shumë Alberto, është kënaqësi edhe është ndoshta hera e parë dhe jemja që jam në një format till, edhe për mua ka qenë kënaqësi në momentin kur jam ftu, edhe jam shumë falendërues për krejt ato që ju si media keni bu për ngritjen e futbollit kosovar në përgjithësi, sepse puna jonë nuk shihet absolutisht nëse ju nuk ishi përfaqësni. Andaj jam shumë falendërues edhe në emër të klubit, po edhe në emër tim personal. Shumë falënderit për te. Mishtë Sportcast, falënderit që ishit me ne dhe shihemi në takimet e radhës.